nuk ka qenë e nevojshme në fakt për ta vënë në një nga atut e çështjes tonë, pasi e gjithë dosja, të gjitha aktet nuk ka lidhje me veprimet apo mosveprimet e zotit Berisha, në lidhje me objektin e këtij procedimi. Për më tepër që kjo vendimarrje, pjesë e programit Partisë Demokratike asaj kohe, kjo vendimarrje sipas akuzës që ka bërë enkas për dhëndrin e zotit Berisha, zoti Amar Maltezi, ku nga ky akt ligjor është përfituar nga 400-500.000 shqiptar. Dhe për më tepër që dhëndri i zotit Berisha i përfshirë në këtë çështje është një pronar real me akte pronësie që nga përpara luftës dytë botërore, luftës parë botërore. Pra, janë akte të cilat janë në dosjen hetimore, të cilat nuk janë dashur. Disa janë paraqitur të shtrembëruara, e disa të tjera janë paraqitur të zhvendosura, është munduar të falsifikohet, në fillim janë mohuar këto akte. Çështja është që në lidhje me procedimin në fjalë, gjykata paraprake, pra, kjo gjyqtare që po gjykon, pra që do të derivojnë në vendimarrjen e tërkimit të gjyq, apo kthimit të çështjes për jetim, apo për pushimin e çështjes, kjo gjyqtare ka marrë përsipër të bëjë lavatricën e spakut, pra të pastroj fytyrën e spakut, ka është një procesi totalisht të parregullt. Pse thoni këta?